Kosovën e vitit 90.000 të llojet. Ishte tokë e plagosur nga lufta, por zemra e saj rihte fort për liri. Në ato ditë të vështira kur ushtonin, krishma dhe timi mbulon të horizontin, një zëngrije i mbi frikën dhe dhimbjen, zëri i lirisë. Ishte zëri i luftëtarëve që mbronin vendin e tyre, zëri i nënave që prisnin bit me shtojës, zëri fëmijëve që ndërronin një të ardhme, pa luftë çdo fjalë, çdo thirrje dhe çdo mesazh ishte dhe premtim se Kosova nuk do të dorëzohej në malet dhe fushat e Kosovës, luftëtarët e UÇK se shkruanin historinë me gugëzim dhe sakrificë. Ata nuk luftuan vetëm për veten e tyre, por për brezat që do të vinin, për flamullin kuqezi dhe për të drejtën e një populli për të jetuar i lirë në tokën e vet. Qershori i vitit la me vinoj të rajt, nëjën të sulli agimin e shumë pritur, pas sakrificave të panumërta dhe gjakut të derdhur për lirë. Kosova nisi rrugën e saj drejt çlirimit. Emrat e dëshmorëve u gdhendën për gjithmonë në historinë e kombit, si simbole të trimërisë dhe dashurisë për atë dheu. Sot, kur kujtojmë Kosovën e vitit në nojet, kujtojmë edhe zërin e lirisë që nuk u shua kur, njerëzve që vazhdon të jetojnë në zemrat e shqiptarëve, duke na kujtuar se liria është dhurata më e shtrejtë dhe se sakrifice për atë dheun nuk harrohet kur lavdi. Të gjitha tyre që ran për Kosovën e lirë.